çdo kush jeton në fshat duhet ta lërë për një moment politikën komplet ta harroj fare. Ta harroj më komplet, jo jam këtu, ta harroj. Dhe vetëm të mendoj që na duhet ta kapim dhe mos e lëshojmë këtë shans për Mustahi dhe Qelos. Na duhet të fokusohemi te ky shans dhe t'i bëjmë zmetin këtij shansi që të mbarojmë negociatat në Bashkimin Evropian, të bëjmë antar të BE-s dhe të kemi një frymarrje komplet tjetër. Është si të vësh mushkëri të reja, po ju them. Dhe të vraposh me një shpejtësi shumë herë më të lartë se sa ajo që ti arrin edhe me gjithë sforcon e me gjithë stërvitjet që bën. Është të vësh mushkëri të reja. Që nuk mundet do t'i lësh pa i vënë se keca politik rankok. Kjo është kombëtare. Dhe me këtë nuk vinë vetëm 300 milion euro, vinë edhe shumë gjëra të tjera që janë programe ku ne sot nuk mund të kemi akses. S'mund të kemi akses sepse nuk jemi pjesë e asaj familje. Ata na mbështesin si fqinj. Po në momentin ku ne jemi brenda në familje, aty pastaj mbështetemi nga familja si antar të rinj të familjes, si fëmijët që i kanë një familje që i mbështet. Se ashtu është strukturuar e familja, të mëdhenjt dhe të vegjëlit, të fuqishmit dhe më të dobtit. Dhe prandaj, ata që janë më të mëdhenj më të fuqishëm, kontribojnë në arkën e familjes më shumë se ç'marrin nga ajo arkë. Që t'jemi të qartë, Gjermania, Franca, Hollanda japin më shumë në atë arkë se sa marrin nga ajo arkë, po jo se e bëj për bamirësi, por ju duhet gjithë territori i tregut, sepse ata përfitimet i kanë nga hapësira e tregut përbashkët.